Kryetari i shoqatës Beslidhja Gorare, Koçi Tahiri, ka folur mbi veçantinë që ka Valli Agorare, një valle 2-3 shekullore. Ai thosë se bazuar në informacionet që ka marrë nga specialistë të fushës së muzikës, kjo është një nga vallet më të vjetra që ka lindur nga Valli Adyshe. 2 pjesët e para të Valles Gorare janë fillimi. Pastaj më vonë se çfarë shtohen, ato janë pra ka zbretur nga mali, ka hedhur një valle, e ka parë dikush që është qefli, dikush që ka shtuar një diçka. Valle Gorare është valle shekullore, 2-3 shekuj përpara. Tahiri thosë se kjo valle burimore është kërcyer dhe nga ansambli i këngëve e valleve popullore. Por Valle Gorare është e 1955-ës. Ansambli i këngëve valle është krijuar në 57-ën, por aman valle ka qenë më përpara. Një nga valltarët e shuar popullor të Tabanit, Xhemalia Dillari, e cilëson si një valle të veçantë. Në Valle Gorës me devolitën kjo e kam më ka dalër pjesët Valle Gorarçe. Kur lëvizë, kur delqen listë, shkom në ka dalë ka vallë, nuk e ka të shpejt. Ajo i ka më ullë, i ka ullje shumë Valle Gorarçe. E ka gjithmonë me ullje dhe të fejshë e ka tërme është ullje. Nëse devolitja ka më të shpejta ato numrat. Për vetë veçantinë që ka dhe vjetërsinë e saj, Tahiri propozon që dhe kjo valle, sikurse Valli Devoliçe, të cilësohet si vlerë kombëtare e trashëgimisë kulturore jo materiale.